Për ata transmeton Imam Buhariu nga Ali ibn Husein, i cili thot se pejgamberi Allahut ishte në itikaf në xhami. Dhe Safia bashkëshorta e tij shkon me vizitu pejgamberin Allahut në itikaf. Dhe pejgamberi Allahut e përcjell deri te dera. Kur dalet te dera ishte afër dera u Muselm, kur janë di ensari pejgamberi Allahut natën ishte. Au afruan ato di ensar po ecin kur shohin pejgamberin Allahut me një grup po diskuton. Edhe ato nxitu. Kur e pon se pejgamberi Allahut ecën shpejt. Tara lisni kuma, nalu, mos nxiton. Tha kjo është Safia, gruaja ime. Sa ja Rasulullah, të ti dishoj më? Po merren e pan me një gru. Apo? Te Rasulullah të dishoj. Tha unë frika se shejtani po ju hedh dhe një dishim zemër e po shkatron. Dishume për pejgamberin Allahu shkatrosh. Mos e laç. Veç me dishu.